Learta, kjo i çdosh më konë rast për prokurorin më marrë me këtë çështje. Çish është e mundur 2 javë para se me më maj zgjedhjen në Kosovë, mi shpërnda 70 milion euro me qëllim blerjes votave. Tash, nëse u zhdosht mi dhonë edhe ka 100 euro pensionistëve, u dosht fillim të vitit, para se me pas proces zgjedhor, kur është miratuar buxheti vitit 2026, mi arrit spaku për 8 euro pensionet pensionistëve. Dhe më thonë se i bjen 12 muj ka 8 euro, tash 100 euro shtesë. Që prej 150-ve mi bo 158 euro. Mirë po këto nuk ishin mjaftu para elektoratit me thonë se vetëm 8 euro i kom rrit pensionet, ndoshta shumica edhe ishin revoltu me një vendim t'ilë, se veç 8 euro i në rrit pensionet. E tash, 2 javë para zgjedhjeve i nxjerr 100 euro për pensionistët. Tash, pse mos t'i rritem edhe shtesat e fëmijëve nëse, për shembull, për çdo fëmijë edhe për 8 euro nëse jep edhe ka 100 euro për secilin. Domethënë, për kjo nuk i mjafton. Si është e mundur, për shembull, sektorit publik mi andon nga një rrogë të plot, rrogën e 13, ndërsa sektorit privat, i cili është kontribuesi më i madh në buxhetin e Kosovës, mi andon nga 100 euro. Edhe çka më e keq, ja? Domethënë, ministra, deputet pa punu kur gjë hiç e marrin rrogën e 13. Ndërsa sektorin privat, ata që kontribuojnë më shumë me tatime në buxhetin e shtetit, aty më thotë që s'keni drejt me marr kur gjë. Vetë i merr parët, veç një deputet me sa Diune i ka refuzu pagën e 13. Një e kom ba. Po, veç një. Tash, ndoshta nuk është e nevojshme në fushat me përmend, po një. E dim krejt. Ndërsa i ka marrë kryeministri, i kanë marrë krejt ministrat pagën e 13, ndërsa ata kontribuesit më të mëdhaj në sektorin privat, që kanë pagën binimi erë, që paguajnë më shumë ditatime, jo i thot juve s'ju pengon. Ai me 2 kom, prej si ka arë në pushtet, i ka shkel punëtorët edhe sindikatat. Dhe më thonë, asë ka pak 13 për punëtorët, ka kufizime, që është sektori ma i madhë. Edhe kjo është abuzim lartë me fondet publike që i ka. është abuzim se prak zgjede po merë vendime 70 milion euro, ndërsa krejt projektet që ishtë dosh mi përfundu për 60 me ato pari këshin mujtë më përfundu. Me 70 milion ka mujtë më përfundu autostrada Gjilanit, autostrada Apodujeve që nga kanë metë në gjysë pa përfundume, autostrada Mitrovicës, mos flasim për autostradën e Tetovës që s'ka fillu kërkon të heq. është që kjo, qa me thoni, treguzi i radhës, i qëti